Përshëndetje edhe një herë pra për ju në studio. Jemi në një qendër tjetër të votimit këtu në komunën e Vushtrës, procesin zgjedhor të cilën do ta përcjellim qysh prej hapjes së kutive të votimit deri në mbylljen e kutive të votimit, pastaj edhe pjesën e secilit prej partisë e cila do të shënojë fitore. Në këtë qendër të votimit këtu pranë vetes e kam menaxherin e kësaj qendre, Valuon Drejtja. Përshëndetje. Përshëndetje edhe për ju. A mund na tregu çush ka filluar procesi në këtë qendër të votimit edhe çush është duke shkuar tani? Këtu jemi në shkollën Naim Frashri. Procesi i votimit ka filluar me kohë. Vendvotimet janë hapur në ora 7. Deri në këto momente që po flasim, çdo gjë ka qenë në rregull. Kemi pak votues, ndoshta edhe koha ka bë vetën. Përndryshe shpresojmë që kështu do të shkojë tan ditën. Sa është numri i qytetarëve që kanë të drejtë vote në këtë qendër të votimit edhe bazuar me zgjedhjet e kaluara, çush shkon trendi i qytetarëve që shfrytëzojnë drejtën e votës? Në këtë qendër të votimit duhet votojnë 3717 persona. Me krahasu me zgjedhjet e kaluara, dikun 40% kanë dalë të njerëzve me votu. Kryesisht me 40%, zakonisht se kom përcjell që sa vite këtu si menaxhere kom qenë, edhe kryesisht deri në 40% dalin njerëz me votu këto. Cila mund të llogaritet si piku i orëve në cilën ka më shumë fluks? Prej orës 11 edhe dikun prej orës deri në ora 4 kryesisht ka fluks, deri në ora 4. A keni shfrytzuar drejtën e juaj të votës? Jo ende. Faleminderit shumë. Na po lëvizim edhe pak për në vend votimet, për qytetarët cilët janë të shfrytzuar drejtën e tyre të votës. Në komunën e Vushtrës janë gjithsej 77.190 persona që kanë të drejtë të ushtërojnë të drejtën e tyre të votës. Ato një mundet më përcjell edhe më pamje kush është një qytetar i cili përnushtrohet procedurave paraprake para se të jap verdiktin e tij për atë parin e komunës Vushtrës në këtë raund të dytë të votimeve në këtë komunë, pasi asnjëri prej kandidatëve që ishte në zgjedhjet e 12 tetorit nuk arriti që të marrë votat e mjaftueshme që ta marrë drejtimin e kësaj komune qysh atëherë, pra qysh në muajin tetor. Këto janë procedurat të cilat në fakt ndiqen për secilin votues që i nështrohet procesit të votimit. Ne përgjatë kësaj ore të parë të themi, prej kur janë hapur kutit e votimit, kemi lëviz në disa qendra të votimit këtu në komunën e Vushtrës dhe kemi parë që ka pasur në fakt lëvizje të qytetarëve, ka pasur edhe qytetarë të cilët vetë se kanë shfrytzuar të drejtën e tyre të votës qysh në momentet e para. Përshëndetje. Si shkon procesi? Mirë. Është një qytetar i cili nuk është se ka shumë dëshirë dhe prononcohet. Aktualisht nuk ka një qytetar tjetër i cili po e shfrytëzon të drejtën e tij të votës në këtë qendër të votimit, e cila është njëra nga qendrat këtu në qytetin e komunës së Vushtrës. Ne do të lëvizim edhe në pika tjera, në qendra tjera të votimit në fshatrat e komunës së Vushtrës, në të cilën do ta shfrytëzojnë të drejtën e tyre të votës edhe vetë kandidatët për të parin e kësaj komune. Pra në lidhje në vazhdim ne do të përcjellim pamjet dhe votimin dhe deklarimin e kandidatëve për kryetar të komunës së Vushtrës tek ju në studio dhe për gjithë shikuesit e TV1.